Nga kuvendi zgjedhor i Gjirokastrës dhe Delvinës, kreu i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha, në prag të 300 ditëve të qeverisjes Rama Meta, zoti Basha theksoi në fjalën e tij përkeqësim të nivelit të jetesës së qytetarëve, dështim të mbajtjes së premtimeve, me theksin të papunësia në rritje, shëndetësia e përkeqësuar dhe siguria e munguar. Një qeverisje e cila po zvarritet drejt 300 ditë që të parë, po që shqiptarëve po ju duken 3 shekuj. Vende pune nuk kanë hapur, vende pune janë mbyllur. A është përmirësuar shëndetësia? A paguajnë më pak shqiptarët për shëndetësi? A ndihen më të sigurt shqiptarët? 300 ditë pas premtimit absurd për të rikthyer diçka që e gjetën, që ishte rendi publik. Ky premtim i marr po i ndjek si hakmarrje në çdo fushë, duke filluar me statistikat e vrasjeve, që janë më keq se para një viti, të grabitjeve, të daljes përsëri të maskave, të vjedhjeve, kërcënimeve ndaj pronës, ndaj personit. Kreu i Partisë Demokratike tha se pavarësisht të rënies së menjëhershme të besimit të qytetarëve tek mazhoranca që qeveris vendin, demokratët s'duhet ta konsiderojnë këtë si të mjaftueshme për ardhjen e tyre në pushtet. Ne nuk mund të flem bidafina, se kundërshtari po diskreditohet nga dita në ditë. E s'mund ta marrim këtë sikur kjo është shkallarja e ardhjes tonë në pushtet. Ne nuk mund të fërkojmë duart e të bëjmë llogaritë me dështimet e kundërshtarit, por duhet të bëhemi gati për ngritjen dhe ringritjen tonë. Përmes votës lirë do të merrni përgjegjësinë tuaj si njerëz të lirë për të zgjedhur ekipin që ju mendoni se do t'ju udhëheq drejt fitores. Dhe do të keni drejtuesin që zgjidhni vetë. Çelësi i suksesit për të sotmen dhe të nesërmen e Partisë Demokratike, theksoi zoti Basha, është ngritja, ribashkimi dhe zgjedhja në poste drejtuese e njerëzve më të mirë të kësaj partie.